Motra dhe vëllai dashurohen me njëri tjetrin dhe lindin 2 fëmijë, luftojnë për të drejtën për t'u martuar. Ana Para dhe gjysmë vëllai i saj Daniel Para nga Spanja janë takuar pas shumë vitesh dhe ranë në dashuri. Të dy e dinin ekzistencën e njëri tjetrin, pasi babai i Anës e kishte braktisur duke bërë fëmijë me një grua tjetër. Danieli, i lindur nga gruaja e dytë e babait të tyre, gjithashtu e dinte se Ana ekzistonte. Dyshja më në fund u takua kur Ana e gjeti atë në rrjetet sociale. Ajo tha: "Nëna ime më tha se babai na kishte lënë për të krijuar një familje tjetër dhe se kishte pasur një fëmijë tjetër." Daniel Para shtoi: "Dikush më kishte thënë se kisha një motor, por babai im nuk më tregoi kurrë. Ishte diçka që ai donte ta fshihte." Ana gjeti gjysmë vëllain e saj në Facebook dhe pasi u takuan, u dashuruan me njëri tjetrin. Ana tha: "Nuk donim ta kuptonim. Ishim të inatosur me veten sepse ishte e vështirë të pranonim dhe ta thynim atë tabu. Jemi vëlla e motor edhe pse nuk ndiheshim ashtu." Ajo kujtoi edhe momentin kur janë puthur për herë të parë. "Ne ishim duke festuar, u afruam ngadalë dhe i dham njëri tjetrin puthjen tonë të parë. Më pas nuk folëm dhe nuk u takuam. Na vinte turp për atë që kishte ndodhur. Ajo puthje theu të gjitha barierat", tha Danieli. Pas vetëm disa ditësh, ata e kuptuan se nuk mund të vazhdonin pa u parë përsëri. Daniel tha: "Imagjinoni të pëlqeni një vajzë dhe për një arsye morale të ndalohet të jesh me të. Është vërtet e vështirë të përballesh me të." Ata filluan të kalonin kohë së bashku, pa treguar se ishin në një marrëdhënie romantike. Vetëm pas një udhëtimi në Londër, ku ata mund të silleshin si një çift normal, vendosën të bëjnë publike lidhjen e tyre. Ajo ishte hera e parë që mund të themi se silleshim në publik si një çift i vërtet. Dolëm për darkë, bënim shëtitje. Ishte si një shpërthim lirie, u shpreh Ana. Çifti vendosi të dilte publikisht në televizion dhe të fliste për dashurinë e tyre. Ana tha: "Nuk ishim dëshirë të tregonim të gjithëve historinë tonë një nga një, prandaj vendosëm ta tregonim në këtë mënyrë." Ata u pritën shpejt me një lumë kritikash në internet. Ana tha: "Ka njerëz që na kanë shkruar në rrjetet sociale duke na thënë se do të digjemi në ferr, por kjo nuk e pengoi çiftin të vazhdonin lidhjen e tyre, të cilët tani ata kanë 2 fëmijë, 5 dhe 3 vjeç. Fëmijët e dinë se prindrit e tyre janë gjysmë motër e vëlla. Pavarësisht rrezikut më të lartë për të lindur me një lloj sëmundje recesive, për shkak të lidhjes gjenetike të prindërve, fëmijët janë plotësisht të shëndetshëm. Edhe pse incesti nuk është një krim në Spanjë, kodi civil spanjoll ndalon martesën midis të afërmëve. Çifti tani po përpiqen që të lidhin kuror në vendin e tyre."